Kufitë e bukurisë dhe të zbukurimit. Bukuria dhe zbukurimi nuk duhet të bëhen shkak për përhapjen e shturjes morale në shoqëri, as për të çuar në përhapjen e shkatërimit moral. Por si ndodh përhapja e shturjes morale, padyshim, metodat e saj janë të qarta. Nëse marrëdhëniet nëpërmjet burrit dhe gruas nuk janë nën kufi dhe kufizime, ato do të çojnë automatikisht në përhapjen e shturjes. Gjithashtu, përpjekjet për të ndjekur modën mund të përfundojnë në përhapjen e shturjes nëse interesi për zbukurim dhe pamjen e bukur bëhet shqetësim kryesor dhe brenda jetës. Ky është shkatërrimi, ashtu siç ishte edhe gjendja e grave nga klasa e aristokracisë që u ulën pas tavolinës së zbukurimit në periudhën e regjimit të kaluar. A mund të imagjinohet se sa orë kalonin ato? Ato kalonin deri në 6 orë. Ky është një fakt dhe ne kemi informacione të sakta rreth kësaj dukurie. Disa gra harxhonin kohë për të zbukuruar fytyrën e tyre, për të rregulluar flokët duke u përgatitur për të shkuar në një dasëm, për shembull. Por nuk ka asnjë problem në rregullimin e pamjes dhe veshjes, në mënyrë të përshtatshme, larg nga shfaqja e zbukurimit dhe e përhumbjes. Islami ka ndaluar zbukurimin në atë kuptim që do të thotë shfaqja e bukurisë së gruas para burrave të huaj. Kjo është një nga format e nxitjes së provokimit dhe ka shumë pasoja që nuk kufizohen vetëm në mëkatin që bëjnë të rinjtë dhe të rejat, por pasoja të tilla shtrihen edhe në strukturën e familjes, sepse marrëdhëniet të tilla të shturura në çdo kufizim kanë ndikim shkatërrues në strukturën e familjes, pasi krijimi i familjes mbështetet kryesisht në dashuri.